Teksti thekson se në kishë ka dhunti të ndryshme, forma të ndryshme, shërbimi dhe veprimtari të ndryshme, por burimi i të gjithave është i njëjti Perëndi. Dhuntit janë dhurata të hirit të Perëndis, prandaj askush nuk ka arsye të mburret me to. Shërbimi është një përgjegjësi që Perëndia na beson dhe nuk duhet të përdoret për të ngritur veten, por për të ndërtuar kishën dhe për t'i shërbyer Perëndis. Edhe veprat dhe aktivitetet e ndryshme që zhvillohen në kishë nuk burojnë nga aftësitë njerëzore, por janë veprimi i Perëndis përmes frymës së shenjtë. Për këtë arsye, çdo besimtar duhet i përdorë dhuntit që ka marrë jo për përfitimin e vet, por për të mirën e gjithë bashkësisë. Në fund të fundit, thelbi i veprës së frymës së shenjtë nuk qëndron në fenomene të veçanta apo në vetë fuqinë. Veprimi i vërtet i frymës së shenjtë ka për qëllim të zbulojë zotërimin dhe lavdinë e Krishtit, dhe frytet e tij janë shenjtëria dhe dashuria. Kjo ndodh sepse fryma e shenjtë gjithmonë e lartëson Krishtin, e ndërton kishën dhe i udhëheq shenjtorët drejt një jete më të shenjtë.